Virozat e stinës kanë shtuar ndjeshëm fluksin e pacientëve në shërbimet shëndetësore gjatë këtij dimri. Sipas mjekëve, një problem shqetësues mbetet anashkalimi i mjekut të familjes, pasi shumë qytetari drejtohen menjëherë urgjencës edhe për raste që nuk paraqesin rrezik për jetë. Mjekët theksojnë se mungesa e edukimit shëndetësor dhe besimi tek mjeku i familjes ka çuar në rritje artificiale të vizitave në urgjencë, duke vështirësuar trajtimin e rasteve vërtet emergjente. Është e panevojshme të vish në urgjencë në fazat e errta, se një vizitë e mjeku i familjes e merr atë terapinë e nevojshme. Nëse ajo nuk të bëj efekt, ose nëse ti je jashtë orarit ose e shikon veten që rëndohesh, domethënë rëndohen parametra, mund të vish në çdo orë në urgjencë. Po gjëja më e mirë është që të shfrytëzohet sistemi. Domethënë mjeku i familjes, konsulta me rekomandim dhe pasaj për çdo urgjencë, pasaj është urgjenca plus. Domethënë janë disa nivele domethënë të shërbimit, të cilat për të mirën e pacientëve duhet shfrytëzohet të tëra. Vinë njerëzit më vrap në urgjencë, kur domethënë në shumë raste është e panevojshme mund të vente mjeku i familjes dhe ai shumë mirë mund t'i trajtojë ata. Gjatë këtij dimri është konstatuar shtimi i rasteve me viroza, ku më të prekurit janë fëmijët e moshës shkollore dhe të moshuarit. Sipas të dhënave nga shërbimi shëndetësor, ka rreth 50 vizita ditore, 1/4 lidhet me viroza, të shoqëruara kryesisht me temperaturë të lartë dhe problema gastrointestinale. Nëse ne ta zëm në ditë kemi 50 vizita ose 60 vizita, domethënë 1/3 atyre ose 1/4 kanë qenë me pacientët me gjendje febrile. Dhe javët e fundit kemi pasur dhe pacientë domethënë të cilët fillojnë virozat me një temperaturë shumë të lartë, që 3 ditë e para, 39-40, të cilët paraqitjen kuptohet në urgjencë dhe të alarmuar, pasi marrin ato shifrat e larta të temperaturës dhe një pjesë pa filluar dhe mjekimin paraprak. Nëse ne ta zëm kemi 50 vizita në 24 orë, 10 paktën se s'bën kanë qenë me viroza, nga 10 deri në 20 kanë qenë me viroza. Pjesa dërmuese e tyre kanë qenë pa probleme, janë menaxhuar mirë dhe nuk kanë qenë problematike. Dhe rastet që kemi pasur me Covid, domethënë që kanë qenë nuk kanë qenë problematike. Nëse vin ta zëm 10 deri në 20 raste në ditë, do më rastet që shtrimeve të mund të kenë qenë deri në 5, e shumta, po jo dhe aq, domethënë ditë të caktuara. Po kryesisht moshat e reja kanë qenë në shumicë, vetëm për shkolla në ambiente domethënë të cilat virozat përhapen. Shqetësimi më i madh është te moshat e treta, pasi në sezonin e dimrit një sëmurë që është në moshën e pensionit dhe ka 1, 2, 3 diagnoza ose 3 sëmundje kronike, disa sëmundje kronike, një grip i sezonit i përkeqëson ata. Duhet thënë për ata që kanë probleme të azëm pulmonare, për shumë me azëm, dhe një viroz e rëndon. Po nëse ky sëmurë do më ka dhe një problem kardiak, një viroz mund ta rëndoj edhe t'i përkeqësoj dhe parametrat e zemrës. Bluzat e bardha apelojnë për ndërgjegjësim të qytetarëve, duke theksuar se mjeku i familjes duhet të jetë pikë e parë e kontaktit për viroza dhe simptoma të lehta, ndërsa urgjenca duhet të përdoret vetëm në raste kur ekziston rrezik real për jetën.